Ish-banori Big Brother VIP 4 Klajdi ka folur për projektin e tij më të ri muzikor, por jo vetëm kaq, pasi moderatorët e programit e kanë ngacmuar këngëtarin edhe në lidhje me banorët. I pyetur se çfarë mendimi ka ai për banorët e mbetur të shtëpisë dhe kush mendon se ka qëllim më të fortë për ta fituar Big Brother VIP 4, ish-banori u përgjigj: "Unë kam thënë me shaka që ky është Big Brother i hallexhive. Të gjithë ata që kanë dalë apo që janë aty brenda e kanë nga një hall, kryesisht me shtëpinë. Besoj se Laerti ka motivacionin më të fortë për të shkuar në finale dhe për ta fituar. Gertës nuk ja di hallet, edhe atë e kam shumë qejf. Nuk i ka treguar akoma hallet e saj. Do të doja vërtet që Gerta, Laerti dhe Gjesti të ishin 3 finalistët e Big Brother VIP Albania 4. Gjestin e pam pak mbrëm me hallet që ai ka. Janë gjëra që na motivojnë apo demotivojnë", tha ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.